Ky burr e holli Biblën e tij në zjarr pasi humbi punën. Zoti më ka braktisur bërtiti ai. Nëse do të kujdesej për mua, unë nuk do të vuaja kështu. Gruaja i kërkoi të lutej, por ai u largua. Asnjë lutje nuk e paguan qeran, tha ai. Asnjë lutje nuk ushqen fëmijët e mi. Fëmijët e tij përshpëriten. Dikur ai predikonte besim për të tjerët, tani mallkon emrin e Zotit. Ditët kaluan. Familja me zi mi jetonte. Burri u bë i hidhur, i zemëruar pa shpresë. Një natë të ftohtë ai kërkoi në disa kuti të vjetra për të gjetur dru për zjarr. Aty gjeti një libër të djegur për gjysmë. Ishte e njëjta Bibël që ai kishte hedhur. E hapi nga mërzia. Faqja ishte djegur, por një varg ende duke i qartë. Unë kurr nuk do të lë, kurr nuk do të braktis. Duart i dridheshin, syt i mbushën me lot. E mbylli librin me forcë, por ata fjalë i dogjën zemrën. Të nesër mëngjes fqinja trokitin derë. Nuk e di pse, por Zoti më drejtoi që të sjell ushqim, i tha ajo. Pastaj qëndronin 2 qese me ushqim. Burri shpërtheu në lot. E kuptoi se Zoti nuk e kishte lënë, dhe në zemrim dhe në dyshim Zoti vazhdonte të kujdesej për të. Ai e ran gjunjë dhe u lut për herë të parë pas shumë muajsh. Më fal o Zot, mendova se ishe larg, por ti ke qenë këtu gjatë gjithë kohës. Nëse do ti beson se Zoti kur nuk na lë, edhe kur ne largohemi prej tij, komunikojmë poshtë.